përpjekja që bëri zoti Beleri për aty ditësh në një televizion tonin, për të thënë që... Të ndalojmë këtu? Deklaroj se shpalla juaj non grata nuk lidhet me të. Ja le ta ndjekim, në sfond, Sinkronin. Po lexojnë për shumë media shqiptare që ishte një akmarrje për çështjen Beleri. Si shkruajnë sot media greke, bëhet se kam dhënë informacion, nuk ka të bëj shpallja e zotit Hoxha non grata, nuk ka të bëj fare me çështjen Beleri. Unë kam vendosur dhe jam përballur me gjykata shqiptare me zotin Hoxha. Zoti Hoxha vazhdon akoma të shpirth edhe të thot opinionet e veta për lajme. E dikush duhet i vënë një barierë. E kanë shkruar të arsyen, e kanë shkruar të mediat greke sot. Nuk e di unë, nuk kam ndonjë informacion zyrtar. Ato që po lexojnë në media. Unë them që me zotin Hoxha jam përballur dhe jam akoma në gjyqe shqiptare. Ai 2-3 herë ka shmangur dhe nuk e gjente gjoja policia për t'i dhënë fletën e thirrjes. Nuk kam unë jam shtetas shqiptar. Edhe çdo betejë që kam me çdo shtetas shqiptar, qoftë ai gazetar apo qytetar, kam luksin ta bëj në gjykatat shqiptare. Pra, kjo është deklarata që s'ka lidhje me mua. Tani, po në fakt, ajo nuk mund të ketë lidhje me një shqiponjë, në bërin e shqiponjës, ose edhe me të gjithë shqiponjët që qarkullojnë në rajonin e Ballkanit. Edhe po ta bëja sot, apo dje që luante Olympiakos në Champions League, se atje merr shumë vëmendje. Aty e ka bërë Xhaka, ose Rejmana që bëri pas ndeshjes. Nuk ka rëndësi si ndeshjen fushë. Megjithatë të kthehemi me zotin Beleri, sepse thashtu tek ty. Tani ky zot që nuk është e vërtetë. E pari e zoti Beleri tek... Do t'jap një momentum kur kam në studion tonë ku ti e përplasur për këtë problem për Belerin? Po mu jep edhe ka një sinkron? Bëj bashkë ato? Kemi një sinkron 2, të lutem. O vlla, po të mos ishte ky Ram, ai Fredi Beleri nuk kandidonte për 100 vjet atje. Po t'ishte ky Ram, si del patriot. Se nuk e futën në burg. Ai Fredi Beleri që ka duart me gjak nuk kandidonte. Nuk ka shanse. Nuk ka shanse. Nuk ka shanse që të jetë vërtet. Ma pasaportë e Shqipërisë. Po zotri unë shqiptar jam. Ja, je shqiptar. Ka djeg flamurin e Shqipërisë para kamerave. E para një më për ti. Edhe mbylla gojë ku flasun, kur të mbaroj fol. Ka djeg flamurin e Shqipërisë. E para dëgjoj, e para. Kanë zyrtisht atje. Ka djeg flamurin e Republikës Shqipërisë. Para mua mos mbërtit. Në rregull. Ka duart me gjak. Ka 2 dëshmorta dhëll. Po të marr djalin e Fabrisheu ta sjell tu. Ku do vini ju? Ku do vini ju? I keni vrarë babain atje. Te ty. Bolta, mbyllë gojën e prit mbaroju. O zotri, po flet mua. Nuk ndryva, të kam duruar. O zotri, të kam duruar deri në fund. Nuk e çon të mbaroju. Dgjoj këtu njerëz, dgjoj. Ma lë, nuk do të kthej fare dhe mbylla gojë. Po flasun. Kur flet ti nuk flasun. Flasun çeve gojën ti. Dgjoj edhe njerëz, mos. Po tri çeve gojën. Mos fol fare, mos. Nuk të ndryva as një sekond. Zotri, unë nuk jam. Nuk të ndryva as një sekond dhe mbylla gojën. Kur të mbaroj unë fol ti. Dakor, po mos mbërtit. Konkludo dhe të flasë. Të lutem, konkludo. Dakor, po mos mbërtit. E para një strëmbem. Pjesa tjetër, e di që strëmbesh për 20 me trëmbush. Ta bëra të qartë. Që nuk trëmbem. Boll të thash, mbyllë gojën. Nuk të ndërhyra, mbyllë gojën. Mbyllë gojën. Nuk të ndërhyra as një minutë. Mbyllë gojën. Okej, të mbaroj, të konkludoj. Jo ty. Në rregull, ja kam mbyll atyre. Sa liberesh në vetë. Ja kam mbyll aty. Me mua ti nuk merresh. Ju lutem që mos merresh dot me mua. Se unë kam duart e pastra, dakor? Ju lutem, merresh dot me mua, pikërisht se i kam duart e pastra. Mos i bëj pastra, mos i kemi bëj pis. As ti as kush. Mos i bëj pis. Mbaj të pastra. Pra zoti Hoxha, unë e shkëputa edhe këtë moment, përveç kësaj deklaratës së Belerit, duhet ishte dije apo pardije? Pardije. E shkëputa për të thënë që ti ke qenë jashtëzakonisht kritik ndaj Belerit, i cili me humoru katapultuan në një mënyrë punë e grekëve, është punë e tyre, Është punë e tyre dhe pa fse shtetit tonë. Se unë aty, më shumë i dërtoj gishtin kryeministit Rama se sa palë grek. Pala greka është në drejtën e vetë. Shteti ju në këtë rast nuk është as dikundi. Por, fundi punë e tyre nga Tepelena, nga këte humorë, gjithu më bë nacionalisti fort grek që vërtet me të gjitha fëqim, pa i ka të drejtë ta bëj këtë. Të vërtas, të ulluri, të thotë që dojtë, të bëhe deputet i Greqisë. Por, problemi është që shteti ynë, që sështë, që do të themi ne, do të ulem në një pikë postashme, ku do flasin dhe kolegët, tani, si përgjigje deklaratës Belerit? Së pari që të vendosim... Ju mendoni që është Beleri në këtë histori? Që të vendosim ngjarjet në kontekst. Ky debat është bërë në vitin 2020. E kishim lërtë. Para 2 vitesh. Pra është bërë kur Beleri kandidonte për Bashkinë e Marës. Dhe personi i cili përfaqësonte Belerin
nuk ishte as përfaqësuesi Omonjas, as përfaqësuesi i shoqatave panepiriote e vorepiriote këtu, por ishte i përfaqësuesi i Partisë Demokratike. Dhe zoti Beleri nuk do ta harrojë që mandatin e vitit 2023 e ka marrë si përfaqësues edhe i opozitës shqiptare, s'ka vetëm votat e tij. Janë dhe votat e Partisë Demokratike, janë dhe votat e Partisë së Lirisë sot, pra e mori si përfaqësues i opozitës bashkuar. Dhe prandaj ai kishte këtë lloj mbrojtje në çdo panel që ishte unë atë vit, 2 kisha përballë që ishin në krahun atij. Si ishte rasti se kishte përfaqësues i Partisë Demokratike. Ai vendosi. I thira dhe sot unë atë pa ishin në spital. Dërsa Belerin vura stafin tim që të punonte për Belerin, punuan sistematikisht dhe në orët e vona u përgjigj që ishte në një udhëtim. Një lloj si deputeti me origjinë nga Çamëria që ishte në Kuç për darkë, ky ishte në Zagreb më duket, diku në udhëtim dhe nuk mundej. Normal se eurodeputet është ai tani. Nuk mundej. Në kohën kur është bërë ky debat, para 2 vite zoti Beleri nuk ka qenë as i zgjedhur akoma. Për atë vit ato që deklarata që tha, për çështjen e proceseve gjyqësore, unë dhe tek ty e kam bërë me dije, unë kam patur 2 procese gjyqësore në gjykatën penale, por nuk kam patur nevojë fare të fshihem sepse ishte Beleri në burg dhe unë isha në seancë. Dhe ato çështje kanë qenë fare lehtë të fituara për ne, sepse unë disponoja të gjithë dosjen e plot për ato që i kam thënë zoti Beleri. Unë thash nuk kam asgjë personale me qytetarin Beleri, edhe pse kam filluar të merrem me aktivitetin e tij që nga 94 e mbrapa. Por ai sot është një përfaqësues i një grupi të madh interesash politike, ultranacionaliste, edhe ekonomike madje. Dhe situata u agravua, sidomos gjatë vitit të kaluar, pra në 2024, kur unë kam filluar të publikoj materiale që implikonin zotin Beleri, pra edhe në mediat greke, e implikonin sidomos me rastet e ndihmës që ajo kishte dhënë disa kriminalëve shqiptar, po marr rastin e Bledarja Mbellit, i cili kishte urdhëruar dhe organizuar vrasjen e dëshmorit të Dheut, pra përveç ngjarjes ku kemi 2 dëshmorë të Dheut në 94, Fatmir Shehu dhe Arsen Gjini, kemi rastin e fundit ku dëshmorja Dheut, ish drejtori i policisë Artan Cuku, është vrarë vitin 2017, vrasësi urdhëruesi i vrasjes tij u kap në Athinë dhe kur ka vajtur në gjykatën e lartë, në dëshminë dhe në dokumentacionin që ka çuar zoti Beleri, ai është liruar në stallën e gjyqit. Sepse zoti Beleri ka paraqitur atë si një pjesëtar të minoritetit grek në Shqipëri, që ka dhënë kontribut gjatë vitit 97 për të ndihmuar në mosdjegjen e kishave ortodokse shqiptare në zonën e Mezëqes. Se ku ka ndodhur kjo gjë, o s'di kur të ketë ndodhur, që shqiptarët të kenë ndjekur në një kish, aq më tepër kisha ortodokse dhe aq më tepër në zonën e Mezëqes. Ky njeri doli nga burgu dhe disa muaj më mbrapa u arrestua gjatë një masakre që ndodhi mes Athinës. Kjo gjë e ndihmoi dhe media greke për ta ndjekur, sepse thash ata kanë akses më të madh se unë brenda territorit grek, të gjitha këto histori të mbledhura bashk ndikuan te kjo situatë. Ndërkohë, justifikimi që jep zoti Beleri, dhe kjo është shumë interesante, tashmë si eurodeputet, se s'është më thjesht një pjesëtar, unë kam një pasaportë, ai ka dhe pasaportën greke dhe pasaportën shqiptare. Dhe sipas rastit i përdor, zoti Çipa besoj mba mend që kur kandidoi në vitin 2015, siç kandidat ai, u zhduk nga Shqipëria nga 2003, u dënuan 2006, nuk ka bërë asnjë ditë dënim, dënimi mori formë prerë, shkoi dhe në Strasburg. Ta që bën deputet qani në telefon, më kujtohet mua me Mero Bazën, qanin atere, dhe thoshin na vrau ushtarët. Na vrau ushtarët, Beleri thoshin, këta që e zgjodhin deputet. Pikërisht që e mbështetën. Njerëzit më të rëndësishëm Çipa. Që e mbështetën. Qanin këta që e mbështetën tani që e bën. Që e bën kryetar bashkie. Kryetar bashkie qanin fort atere, më kujtohet mua. Dhe në thoshin në shumë të madh thoshin se na vrau ushtarët. Të pastër atë. Tani tmerr i madh ka qenë, tmerr i madh, tani të pyes pak Çipën. Jo ta mbaroj dhe këtë dhe t'ja vlerë radhë tjerë. Në momentin që po flet tani, Beleri është eurodeputet, nuk është më një qytetar i thjeshtë. Është përfaqësuesi i partisë në pushtet në Greqi, është miku i kryeministrit grek, pra nuk është më është nga Progonati. Përveç atës ata është harruar tani. Tani, çfarë ndodh ylli? Në kontrollon e curinë e procesit të antarësimit të Shqipërisë në BE. Patjetër. Nuk do pranohet në vitin 30. Ylli, çfarë unë ja kam dhënë regjis, mund të nxjerrë atë foton 1, e cila është shpërndarë në foton 1, lutem. Në gjitha mediat greke, kur është dhënë mbrapa që shiko ky gazetari është shpallur 9 grada për shkak të kësaj fotoje,
është materiali numër 1, dhe në atë foto, unë jam aty të thash në urën që është simboli i konicës, ku ndodhet flamuri grek dhe ku është një... Do me thënë të kanë gjetur këtë foton ty, ke bërë atë shqiponjin aty? Kjo foto është bërë... A e kemi atë, se i ka... Për dirë se o ka dhenë, zoti Hoxha, ju duhet i paracisni. Dhe ajo foto është përdorë, është foto që është bërë vjetë në datën 6 janar. Më mbrapa, unë kam publikuar, ja, kjo është foto, kjo në titull, disa në titullit e... S'madhoj atë, titullit e gazetave greke. Foto ajo është kjo... To thonë tani, gazetat greke thonë tani që ky ka bërë shqiponjën dhe u bënon grada. Aty jam dhe ajo bluzë që kam unë është e Real Madridit një, nuk është tas bluzë kombëtare e Shqipërisë, ajo që kam poshtë. Po sa kohë ka kjo? Kjo është bërë vjet në 6 janar. 6 janar e ka bërë. Po, në 6 janar, unë kisha mbas rastit Kacifas në 2018. Të Realit pse ke veç nuk isha hyrë. Si janë me Realin? Jo, jam tifoz i Realit. Me Realin e di. Po, dhe... Po janë një gabim e pas ke bërë. Po, e kam bërë, këtë drejtë. Tani, në këtë, se kjo ka të bëjmë me këtë më që unë luftoj për Shqipërinë e madhe. Ne mundojmë të rojmë të copën që kemi, që Shqipërinë e madhe të kemi ne, se të na kam blerë ata që na drejtojnë, s'ka nevojë më marrë me në poshtë. Kjo është foto që është përdorur për të thënë që ti ka bërë këtë gestin. Ja, gestin dhe ja, ky bëhet në ngradë. I kërkoj regjistë të nxjerr materialin. Se këta mund të dënonin dhe me gjobë ty, si dënonin UEFA. Mund të më linin të hyja në Greqi dhe mund të më çonin atje për një shkelje penale. Në materialin nëmër 2 janë vuta... Dyshi i lutem? Dyshat, më falë, janë... Të kuptojmë që pasi bëjmë mjeshin, ne do të kërkojmë pa tjetër dyshi. Dhe treshin pas te. Këtu janë vullat, ku unë kam hyrë në datën 6 janar të vitit kaluar, kam hyrë në përshikon aty Mergjani. Hyret i aty dhe bërë dhe... Mergjani është pika e triurave në Qarshov. Në Qarshov, po... Dhe unë hyrë aty, se aty... Në Qarshova hyret i? Në Qarshova. Dhe më pyeti polici, më tha mo, ku po shkon? I thashë në Konis. Po më tha mo, ku po rrim, tha mo? I thashë unë jam përmet edhe po shkoj ta shof. Po qa e shef, më tha mo, se ishe polici, ishe edhe në moshej. I thashë shiko, kam kaluar kufirin, i thashë të ka e qafa, te kam kaluar vërtet në Thënjishit. Dhe do ta shof, i thashë, ka ndryshuar, apo jo? Dhe i duke qeshur, tha, nuk ka ndryshuar fare, tha, po rrim përmet se jem e mirë aty. Me gjitha të i thësh, unë do vete ta shof, nëse... Se je pak i fiksuar t'i kështu, për t'i riparë këto gjera. Po pa tjetër se shikoja që... Më mirë bëndesh, më mirë... Shkoj në Konis, kam ngrënë një drejt, kam vizituar disa vende historike, dhe jam kthyer po atë ditë, ja ku janë vullat e pasaportës, që kam hyrë nga dogana e triurave, dhe janë kthyer nga dogana po e triurave. Në materialin tjetër, që e ka... Treshi? Që e kam qo... Jo, është 4. 4? Në materialin... Po, treshi, po këtë drejt. Kjo është dita kur unë kam bërë, e kam marrë nga celulari, 6 janar lexonat e si, por ora është 13:19 minuta, saktësisht kur unë kam bërë foto në Konis. Ti merr kot mos e këta mund të gjenin dhe 6 të tjera kështu. Te kanë gjetur në Facebook ata. Se i kanë gjetur në Facebook dhe ti kanë futur, po. E kanë nxjerrë. Belerin se kanë futur. Me vjet, disa portale. Belerin se kanë futur. Më fal, disa portale ultranacionaliste në Greqi që vjet e reklamuan këtë foto dhe thanë keni lejuar këtë gazetarin që na ka sulmuar për çështjen Kacifas, që të hynë Greqi dhe të bëj këtë gjë. I kërkoj regjistë materialin 3 dhe besoj të jap përgjigjen. Po, ky është treshi. Ky është treshi. Tani, në materialin 3, janë vullat në pasaportën time. Unë kam hyrë në datën 23 shkurt, pra 2 muaj më mbrapa, nëse do më kishin shpallur në Ngrada për Shqiponjën. Si kam hyrë mbrapa? Unë kam hyrë në aeroportin Eleftherios Venizelos të Athinës në datën 23 shkurt të vitit kaluar. Shqiponja është ka i shpento vëlla, të janë menduar gjatë ata. Dhe kam dalë në datën 26. Pra unë kam qenë mes Athinës, tash kam patur aktivitet aty, kam vajt në Akropoli, kam vajt në Sintagma, kam bërë foto me Shqiponja, me skiftera, me qatë duash ti, nuk kam patur asnjë lloj problemi, dhe i them zoti Beleri, mos vazhdo të gënjesh më edhe si eurodeputet, se ka dal boja. Sa më shumë fletin nxjerr bojën vetes, sepse ja ku i ke vulën, ja ku i ke vullat autoriteteve greke, që unë s'kam të bëj me thjesht me atë foto, sepse kam hyrë prapë në Greqi dhe kam dalë si zotëri, më kam pritur, më kam përcjell. Vendimi është marrë gjatë fushatës, zgjedhjet janë bërë në qershor të vitit 2024, vendimi është marrë në maj, saktësisht po i shikoj ato shkrimet dhe dokumentarët e publikuar me median greke, dhe janë kryesisht të datave 15, 17, 20 maj, pra që kanë qenë materialet dhe dokumentarët që patën më shumë buj në Republikën e Greqisë. Pra, gjithë kjo histori, nuk të thashe edhe herë, nuk është një histori që të ka bëj thjesht, ka të bëj me mua, si qytetar. Po, kjo është një mesazh i qartë. Duhet të jetë një shqetësim shumë i madh në vimësi, që shteti jonë... Se për ty,
Po edhe për qytetarë. Jo vetëm për komunitetin e gazetarëve, po për A disa qytetarë kanë njoftuar këtë ditë ylli që janë shpallur në?